Pas shpalljes së listave, jo pak emisione poftojnë kandidatë të rinj në lista të sigurta dhe të hapura, nisur ndoshta nga kurioziteti i publikut për t'i njohur, ndoshta nga nevoja e partive për të krijuar imazhin në publik se po rinovohen me figura të reja, diku nga nevoja e vetë kandidatëve për t'u promovuar, apo thjesht lehtësira e moderatorit për të siguruar të ftuarit e radhës në emision. Pra arsyet mund të jenë disa, por çfarë vlen për t'u diskutuar është çfarë realisht sjellin të re këto kandidatë të rinj në moshë. Gjatë këtyre ditëve ka pasur reagime, postime, shkrime kritike, satirike për cilësinë e diskutimeve të rinjve që duan të angazhohen në politik, madje vështirë të spikasësh ndonjë vlerësim pozitiv apo relativizim gjykimesh, nisur nga faktori moshë. Të krijohet përshtypja kur lexon këto shkrime që shkruesit apo komentatorët kanë në një arketip ideal të politikanit të ri në mendje dhe mbi të bëhet vlerësimi i kandidatëve ose neveria ndaj klasës së vjetër politike. I shtyn të besojnë që të rinjt duhet të jenë me do e mos ndryshe. Në fakt të rinj që aspirojnë të përfshihen në politik nuk mund të jenë ndryshe nga të vjetrit në kontekstin shqiptar për disa arsye. Së pari, kanë vite që ushqehen me legjenda urbane, por edhe eksperienca suksesi nga bashkëmoshatarët të tyre, se me mbështetje politike mund të ecësh në jetë. Politika në mendësinë e shumicës të rinjve shikohet si vetmi mekanizëm që të garanton sukses në një vend partitokratik si yni. Këtë mentalitet e evidenton edhe studimi i fundit i FES, ku thuhet se mbi 50% besojnë që mbështetja politike të siguron vend të mirë pune, kështu që politika shikohet më së shumti si mjet jo si qëllim. Naiviteti i moshës ka kohë që është zëvendësuar me pragmatizmin e një të rrituri në moshë. Së dyti, një pjesë që ka krijuar eksperiencë në forume rinore, janë edukuar me modelin vepro pa menduar, poho pa u thelluar, shtiru pa u brengosur dhe shkel mbi të tjerët në këmbim të shkallëve të karrierës në strukturat partijake. Cilido që nuk i kalon me sukses këto procese, ka kohë që i është mbyllur dera. Individualiteti është vrarë që në adoleshencë, nuk i ka mbetur gjë nga uni i tij i saj, pasi është forcuar koncepti i tjetrit, i asaj se çfarë të tjerët duan të shohin te ai ajo dhe jo çfarë duhet ai ajo të manifestojë në përputhje me atë që mendon apo dëshiron. Së treti, modeli i diskutimeve në televizion ka vite, unë në fakt nuk mbaj mend të ketë qenë ndryshe, që ka në thelb antagonizmin, batutën, imazhin, fjalorthin me 100 fjalë, sloganet, cektësinë dhe konformizmin ndaj liderëve politik. Në këtë kuptim të rinjt si të vjetrit kanë kuptuar se nëse shpalosin një model tjetër komunikimi, nga ajo që ka vite që ka edukuar media ku ftohen, kanë frikë se nuk ftohen përsëri, si të vjetrit që bëjnë gjithçka për t'u përmbajtur këtij modeli komunikimi, dhe të rinjt nuk kanë pse bëjnë më pak. Edhe ata duan të identifikohen në sferën publike të kenë hapësirë mediatike. Së katërti, të rinjve si të vjetrit nuk i flasin elektoratit më së shumti por udhëheqjes. Ai përcakton fatin në strukturat partijake dhe në listat shumë emërore. Komunikimi nuk kanalizohet drejt grupeve sociale apo antarësisë, por udhëheqjes. Për sa kohë demokracia e brendshme partijake nuk funksionon, nuk shkohet në emision për t'i folur bashkëmoshatarëve për të fituar zemrën, por udhëheqjes së lartë. Në këtë kuptim, ligjërimi modelohet për ata lart, jo ata poshtë. Së pesti, partitë politike nuk janë oaze intelektualesh, por mediokrish. Në politologji, është i njohur fakti që politika thith mediokër me shumicë dhe përjashton teknokrat apo akademik që kanë iluzionin që të ndryshojnë diçka. Unifikimi me mendimin e masës, ligjërimi i mbështetur mbi çfarë duan të dëgjojnë, jo çfarë mendon ti, respektimi i verbër i vendimeve të shumicës brenda strukturave partijake, pavarësisht se çfarë qëndrimi ke ti, mungesa koherencës në ato çfarë thua, adhurimi pa kushte ndaj liderit, si dhe transformimi i karakterit deri në pikën që edhe vetë nuk e njeh më veten, janë cilësi të domosdoshme për mbijetesë në politik, por që bien në kundërshtim me formatin e akademikut apo teknokratit. Së fundmi, kritika me shumë të drejtë që ju adresohet të rinjve bëhet nga pozita elitiste. Ne kemi iluzionin që politika të na pëlqejë neve në radhë të parë, por ajo në fakt kanalizohet drejt masës pasi ajo është shumicë. Ne jemi të dënuar të mos na pëlqejë ndërsa masa të egzaltohet me të. Në këtë kuptim, edhe të rinjt me sa duket ndjekin këtë zakon politik, t'i flasin masës jo elitës. Dhe mirë bëjnë se aty janë votat. Kështu që për sa kohë kemi këto struktura që mbahen dhe investohen nga masa, edhe sjellja individuale e tillë do të jetë. Elitat do të vazhdojnë të ndihen të përjashtuar dhe të zhgënjyer, ndërsa politika do vazhdojë të flasë masës.